E djela e sotme është një djele veçantë në kishën tonë, sepse fillon triodi. Triodi është pjesa më intensive e jetës shpirtërore në kishë, përgatitja për Pashkën. Edhe është një periudhë pendimi, reflektimi për gjithë secilin nga ne. Dhe kisha në urtësinë e saj ka zgjedhur një paravoli shumë të rëndësishme për jetën shpirtërore të fariseut dhe të taksambledhësit. Në 5-6 rrjeshta përshkruhet një ngjarje dhe me një thellësi shumë të madhe shpirtërore. Vetëm mendja hyjnore mund ta përmbledhte në 5-6 rrjeshta një shpjegim që ndoshta do dojë orë të tëra për ta shpjeguar. 2 njerëz shkuan në tempull për të falur, thot. Njëri ishte farise, e tjetri ishte tagrambledhës. Dhe fariseu hyri në kishë, sikur gjithë kisha i takonte atij, dhe filloi të lutet me veten e tij, duke thënë të falenderoj o Zot, thot, sepse thot nuk jam si këta tjerët, nuk kam as vjedhës, as mashtrues, as imoral, agjëroj 2 herë në javë, jap 1/10, e gjithë këto gjëra. Dhe tagrambledhësi qëndronte në fund kishës, nuk guxonte as sy të ngritën në qiell dhe thonte vetëm këto fjalë duke rrahur gjoksin: "Mëshiron o Perëndi mua mëkatarin." Dhe në fund Zoti e mbyll paravolin duke thënë që të gjithë ata që mburren e do lartësojnë veten e tyre do ulen poshtë, ndërsa ata që për ulen do lartësohen. Ky është ungjilli i sotëm. Dhe këtë histori dhe paravoli Zoti e tregon pikërisht sepse u drejtoi disave që besonin në vlerën e tyre dhe nuk mbështeteshin tek Perëndia, dhe lartësonin veten e tyre dhe përçmonin të tjerët. Për këtë e tregon Zoti. Çfarë përfaqësojnë këto 2 persona? E para, fariseu ishte pjesën udhëheqëse të Izraelit. Ishte pjesa më fetare, e cila mbante në tempullin, zbatonin ligjin e Mojsiut, por lutja e tij nuk i pëlqeu Perëndis, ndonse e kishte bërë disa vepra të mira. Nuk i pëlqeu sepse zemra e tij ishte krenare. Ai lutej Perëndis duke mbajtur syt lart në qiell, po zemra e rëndonte poshtë. Dhe Zoti nuk impresionohet nga fjalët e bukura që mund të themi ne, po se çfarë flet zemra. Dhe aty i jepet një detaj shumë i rëndësishëm. Fariseu nuk po thonte fjalët me së të lartë, po lutej me veten e tij. E lutja e tij ishte një mburrje, nuk ishte një lutje përpara Perëndis. Ai mburrej, ndonse maskohej duke thënë që falenderonte Perëndin për këtë gjë që nuk ishte si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe kjo lutje nuk i pëlqen Zotit. Mburravecët, mendjemdhejt, krenarët nuk janë të pëlqyeshëm përpara Perëndis. Sa herë që shikojmë veten tonë duke mburrur diçka, le të kujtojmë këtë paravoli, sepse kjo lutje nuk i pëlqen Zotit. Edhe kur mendojmë me veten tonë, me buzë ne mund të mashtrojmë njerëzit e tjerë, po zemra nuk gënjen asnjëherë. E Zoti lexon zemrat, jo vetëm fjalët që themi ne me gojën tonë. Dhe lutja e një mendjemadhi, e një krenari, e një mburraveci nuk është e pëlqyeshëm tek Zoti. Prandaj Shën Pavli porosit në letrën drejtuar Korinthianëve, duke i thënë që çfarë janë mendjemdhejt, ata që mburren, mendjet krenare, largohuni prej tyre, sepse ata jo vetëm thjesht që dëmtojnë veten, po dëmtojnë dhe tjerët që i dëgjojnë. Lutja e vërtet e njeriu të shenjtë është lutja e përulur. E kemi përmendur disa herë, dhe kemi thënë si në dhjatën e vjetër dhe në dhjatën e re, përse njerëzit më të pastër e më të shenjtë asaj të akuzonin veten sikur ishin fajtor. Lexoni psalmet e Davidit, siç thot vazhdimisht për veten e tij. Thot që mëkatet e mia e kanë kaluar kokën time dhe janë bërë një barrë e rëndë. Unë e njoh pausinë time dhe mëkati im është përpara meje kurdoherë. 3 djemt që ishin në furrë në Babiloni, që Zoti i shpëtoi nga flaka, çfarë thonin ku po rrinin atje? Përveç se lavdëronin Perëndin, akuzonin dhe veten e tyre që jemi mëkatar, e kemi bërë shumë vepra të gabuara. Profeti Isaia, kur pa fronin e Perëndis, tha këto fjalë: "Mirë unë, njeri me buzë të ndyra, pa shfronin e mbretit të lavdis." Shën Simeoni, teologu i ri, në lutjet që lexojmë para kungimit, pse thot disa fjalë që janë shumë të rënda?
Kështu e thot ai për veten e tij, prej buzësh të ndyra, prej zemrët të fëlliqur, prej shpirtit papastër dhe zemrët njëllosur. Pse i thot të fjalë ai? Sepse ata ishin ndriçuar nga Perëndia, e duke i ndriçuar ata shikonin çdo grimës të vogël të mëkatit të tyre brenda tyre, dhe ne që jetojmë në errësirë, shpeshherë nuk i shohim ata. Prandaj edhe mburrim veten, lavdërojmë veten, mendje krenare. Gjëra të tilla janë kundërshtim me mësimin e Zotit. E Zoti pëlqeu më shumë lutjen e Tagrambledhësit, që ishte njëri mëkatar, sepse ndonsa ai mbante syt për dhe, zguxonte të ngrinte në qiell, zemra e tij fliste lart dhe ngrihej lart. E shëni Joan Gojarti, duke predikuar rreth kësaj paravolie, thot diçka shumë të bukur. Në atë kohë Konstantinopoli kishte shumë gara me qerre. Ishte sporti më popullor i asaj kohe. Edhe thot këtë metaforë. Nëse në një qerre, thot, do jetë drejtësia dhe krenaria, dhe në qerrën tjetër do jetë mëkati dhe purësia, qerrja e dytë do shkoj më përpara dhe do e fitoj garën. Qerrja e parë nuk do e humbasi nga drejtësia, po do e humbasi nga krenaria. E qerrja e dytë nuk do e fitoj nga mëkati, po nga përulësia, sepse ai njeri që përulet e pranon fajin e tij, ai është ndriçuar nga Perëndia. Shëni Sakseliani, një nga mjeshtrit shpirtëror më të mëdhej të kishës ortodokse, thonte këtë fjalë: ai njeri që dallon mëkatin tek vetja është më i madh se ai që sheh ëngjëj e ngjall të vdekur. Përse e lartëson kaq shumë këtë gjë? Sepse nuk mund të ketë shpëtim nëse nuk e dallojmë që jemi të smur. Njerëzit që nuk besojnë që janë smur nuk e marrin mjekimin. Vetëm njerëzit që e kuptojnë smundin e tyre e marrin mjekimin. E njëjta gjë ndodh në jetën shpirtërore. Nëse ne nuk e kuptojmë që jemi mëkatar, diçka nuk shkon mirë brenda nesh. Dhe ne nuk e marrim dot mjekimin, sepse mendojmë që jemi të drejtë. Krenarët nuk mendojnë kurrë. Gjithmonë ata mendojnë sikur vetë janë mirë dhe përçmojnë tjerët. Dhe sa më tepër njeriu të jetë krenar dhe të lavdëroj veten, aq më shumë i përçmon tjerët. Dhe e kundërta, shenjtorët që akuzonin veten e tyre i lartësonin njerëzit e tjerë dhe i donin ata, sepse në shpirtin e tyre kishte zbritur hiri i shenjtë i Perëndis. Drita e këtij hiri na ndriçone për të marrë njollat tona. Prandaj dhe triodi është një periudhë pendimi për gjithë secilin nga ne, për ta filluar jetën me një pendim shumë të madh. Dhe pendimi në kishën ortodokse nuk është vetëm thjesht pranimi një gabimi, nuk është shkelja një rregulli. Ky është kuptimi legalistik i mëkatit. Mëkati thellë në kishën ortodokse është një prishje marrëdhënie. Prishja e marrëdhënies me Perëndin. Adami dhe Eva nuk është vetëm thjesht se shkelën një urdhërim të Zotit, po prishën një marrëdhënie. Dyshuan tek Zoti, ju bindën fjalëve që i tha gjarpri dhe menduan që Zoti nuk i donte dhe nuk ishte aq i mirë sa kujtonin ata. Kjo prishje marrëdhënie është pikërisht mëkati i madh. Dhe pendimi është pikërisht restaurimi i kësaj gjëje, ndryshimi i mendjes tonë, i mënyrës jetuari, i mënyrës së menduari. Prandaj dhe triodi është një pjesë e rëndësishme në jetën tonë shpirtërore. Le të mundohemi ta mbajmë këtë gjë, sepse nëse ne nuk do pendohemi, do thotë që jemi krenar. E duke qenë krenar gjithmonë do mburremi. E Shën Pavli shkruan përsëri në letrat e tij. Përse thotë e shikon veten sikur je ndryshe nga të tjerët? E nëse ke diçka, a nuk është kjo që të është dhënë? E nëse të është dhënë, përse mburresh për këtë gjë? Çdo gjë që mund të kemi ne, me të kemi bërë, nuk e kemi bërë nga fuqia jonë, po nga mëshira e Perëndis, sepse na ka ndihmuar hiri i Tij për të realizuar diçka, edhe nuk është e jona. Nuk mund të mburremi për veten, mund të mburremi vetëm për Krishtin dhe për Perëndin, sepse mburrja për vete do thotë që nuk e njohim më veten tonë. Të gjithë njerëzit që mendojnë se janë shumë të mirë, janë të drejtë, janë më të mençur se tjerët, janë njerëz të gabuar. Për fat keq ne sot gjithmonë i dëgjojmë këto gjëra. Ja gjithë historitë e njerëzve kështu janë. Sa mirë e bën ky, sa keq e ka bërë ai tjetri. Në fjalë të tilla nuk vin nga një zemër e pastër. Një zemër e pastruar fokusohet dhe përqendrohet tek vetja e tij. Prandaj dhe të ulurit nuk merren me të tjerët. Krenari merret me të tjerët. Dhe fariseu duke qenë krenar filloi të merret me të tjerët. Madje tha nuk jam as si ky Tagrambledhësi, thot. Unë jam ndryshe nga të tjerët. Kjo lutje që sa herë ndoshta mund ta kemi thënë me buzë ose në zemër tonë,
nuk është e pëlqyeshme tek Perëndia. Ne vim në kish për t'u shëruar, nuk vim për t'u mburrur Perëndisë se sa të mirë që jemi. Nëse do e kuptojmë smundjen tonë, ne nuk shkojmë te mjeku për t'u mburrur për shëndetin tonë, e sa shëndetshëm jemi. Shkojmë për t'i treguar smundjen që mjeku të na japi shpëtimin. Dhe ta Grambellsi erdhi tek mjeku i vërtet, pikërisht duke i treguar smundjen e tij, që ishte mëkatar, dhe i lutet Perëndisë që të ketë mëshirë. E Perëndia ka dhëmshuri të jashtëzakonshme, siç thotë dhe psalmisti, zemrën e thyrë të përurur, Perëndia nuk da përbuz. Asnjë përurësi nuk përjashtohet nga Perëndia. Përurësia është dera e hapjes së pendimit. Prandaj edhe sot në Triodin fillojmë këndojmë për herë të parë vargun dhe troparin e famshëm që i lutemi Perëndisë që të na hapi derën e pendimit. Sepse nëse do hapet dera e pendimit, do hapet pikërisht nga përulësia. Sa më të përulur të jemi, aq më shumë Perëndia do na ndihmojë e do na ndriçojë. Tregohet një histori shumë e bukur se si pendimi i madh sjell shpërblimin. Në kohën kur ishte Mauriku perandor në Konstantinopoj, ishte një bandit i tmerrshëm në periferitë e Konstantinopojës, që kishte përhapur frikë në gjitha ato zona. Kishte bërë krime të pafund. Dhe Mauriku, që ishte një krishter i devotshëm, kishte dëgjuar për këtë dhe i dërgoi i dha një kryq, e duke i kërkuar që të pendohet se do ta falte. Dhe ky kur pa kryqin, ju kujtua fëmiria, prindrit që kishin folur për Krishtin, për gjithçka, dhe u pendua. Dhe shkoi dhe u paraqit para perandorit dhe i ra ngjuj me lot duke i kërkuar falje. E perandori e fali. Dhe 10 ditë ky qëndroi duke u lutur e duke penduar, sa që shamia e tij ishte lagur dhe ishte bërë qull nga lotët që derdhte vazhdimisht. Dhe ditën e 10 ndroi jetë. Një shenjt i madh që jetonte në atë kohë në një manastir në Konstantinopoj, pa një vizion. Kur ky u paraqit përpara gjykatores. Dhe demonët sollën gjithë mëkatet që kishte bërë ai të shkruar nëpër letra dhe i vendosën në peshore. Dhe peshorja u zhyt nga gjithë këto mëkatet e tij. Dhe ëngjëjt po kërkonin që çfarë mirë ka bërë ky që mund ta ndihmojmë. Dhe në duart e një engjëlli u shfaq shamia që ishte lagur nga lotët që kishte 10 ditë ky nga pendimi. Dhe vuri nga ana tjetër këtë shami dhe ajo tjetra e ngriti dha të tjetrën, sepse pendimi është i fuqishëm. Pendimi i vërtet e ndryshon njeriu. Dhe ndryshimi nuk është në zgjatje të madhe në kohë, po është në cilësinë e pendimit. Prandaj dhe Triodi na thret gjithëve ne, pa përjashtim, që le ta fillojmë rrugën e pendimit. E le të kërkojmë Perëndisë që ta hapi pikërisht portën e pendimit, se porta e pendimit është porta për të qenë kungim me Perëndinë e gjallë. Nëse nuk pendohemi, është vështirë që ne të falemi. Jo se nuk do Perëndia, po jemi ne vetë që nuk kemi shëruar. Asgjë e ndyrë nuk do hyjë në mbretërinë e qejve, shkruan Shën Pavli. Dhe kjo është koha jonë për të pastruar, për të pastruar veten tonë, për të pastruar zemrën tonë, e për ndihmuar gjithë njerëzit që janë rrotulluar nesh pikërisht për të bërë këtë gjë. Vetëm njerëzit që do jenë përulur, e do njohin mëkatin e tyre, e do kuptojnë që po ecin në rrugë të shtrëmbër, ata mund të kthehen, e duke u kthyer, padyshim që do shërojnë veten e tyre, dhe do ndriçojnë veten e tyre. Dhe një kandil i ndezur gjithmonë ndriçon. Ne shpeshherë nuk ndriçojmë sepse kandili jonë nuk është i ndezur. I kandili fikur nuk jep dritë. Prandaj periudha e Triodit është një periudhë për ndezur gjithë secili nga ne kandilin e zemrës tij. Le të lutemi Zotit që të kemi lutjen e ta Grambellsit, po le të kemi dhe veprat e fariseut, sepse veprat e tij nuk ishin të këqija, ishin të mira, por lutja që bënte ai dhe zemra e tij ishte e rënduar nga hipokrizia. Kisha ne na thret të gjithëve që të bëjmë veprat e fariseut e të kemi përgjithmonë për ulësinë dhe njohjen e mëkatit të ta Grambellsit. Amin.